Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe ladhrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës El Jawad, që do thot Allahu është bujar I madh. Ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall nuk është përmendur në Kur'anin famlar, por është përmendur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej haditheve nga më të ndryshmet. Prej tyre është hadithi Qudsi, të cilin hadith e transmeton Abu Dharr al-Ghifali radiyallahu an, e nga ky e regjistron këtë hadith Imam Ahmedin e Musnedin e tij, hadithës Qudsi se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thonë Allahu Azza wa Jall: Ja ibadi, o ju robët e mi, kullukum dallun illa man hadaytuhu, të gjithë jeni të devijuar përveç atij që e kam udhëzuar unë. Ndërsa fundi I hadithit është: Dhalika bi anni jawad, nga se unë jam bujar I madh, af'alu ma urid, veproj çka të dua, atai kalam wa adhabi kalam, edhe fjala jeme është vendimtare në të folur, dënimi jem është fjalë që nuk ndron, innama amri li shay'in idha aradtuhu an aqula lahu kun fayakun, se I përket çështjeve ato janë ashtu siç them unë dhe bëhen ashtu, kun fayakun, duke thonë bëhu dhe bëhet. Ky është Zoti jon bujar I madh, kur dëshiron që Allahu të vendos për dikën me azhru rizkun, mjafton me I thonë bëhu dhe bëhet, nuk ka kush e ndal atë. Kur ky bujar I madh vendos që me ashtu dikujt mirësin, diturin, aludon që ai e do atë, e ka zgjedhur atë rob dhe e ka bërë prej evliave ti. Andaj ka mundësi këtë bujar të madh me ndal dikush, nuk ka mundësi. Ka sa Allahu thot kun fayakun, bëhu edhe ajo bëhet. Gjithashtu ka ardhur në hadithin e Enesit radiyallahu anhu, hadith të cilin Enesi e transmeton se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: Inna Allaha jawadun kerimun yastahi min al-'abdi al-muslimi an yamudda yadayhi ilayhi thumma yaqbiduhuma min qabl an yaj'ala fihima ma sa'al. Allahu azza wa jalla thot është bujar I madh, është I tillë që turplohet për robit vet musliman, kur ai çon durt edhe para se me I mshël durt e tij me përfundu doan, do thot mos me ja plotsu kërkesën, do thot robit vet, pra mos me ja bë kabull doan. Gjithashtu ka një hadith të vërtet nga Talha ibn Ubaydillah se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: Inna Allaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha. Tha pejgamberi alayhi salam: Allahu është bujar I madh, e do bujarin, Allahu I don moralet e larta, virtytet e larta të moralit, edhe I urren virtytet e ulta. Allahu Azza wa Jall është ai I cili është bujar I madh dhe dëshiron që edhe të tjerët të jenë të tillë. Për atë arsye Allahu tha: Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun. Sura Araf ayati 32. Tha Allahu Azza wa Jall: kush është ai që po do me ja mohu njerëzve atë që bujari I madh u ka dhënë nga gjërat e këndshme dhe nga gjërat halal të furnizimit. Thuaj, ky bujar I madh u ka dhënë atyre që kanë besuar këtë botë dhe ditën e gjykimit, ato gjëra janë edhe më të bukura nga dhuruesi I madh. Kështu na I sqarojmë argumentet tona për një popull që beson,
thot Allahu Azza wa Jall. Andaj Allahu ka lajmëruar që është bujar i madh dhe ky bujar i madh pret që na të lutemi, nga se ky është ma bujar se sa na që dim ju lip Allahu Azza wa Jall, është i gjerë në dhënje Allahu Azza wa Jall. Bile ka arë në hadithin e vërtet që ka gjështu Imam Ahmedin e Musnedin e tij, që Allahu tha pejgamberi sa tha men lem yes'alillah yaghdab alayhi, ai cili nuk i kërkon Allahut Azza wa Jall dhuruesi të madh, Allahu subhanahu wa ta'ala i hidhrohet. Pra muslimanit, kur muslimani nuk i kërkon Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ka në hadith vërtet, në hadithin e Abdullah ibn Salamit radhiyallahu an, në rrëfimin e ëndrës, një ëndër që ka parë pejgamberi alayhi salatu wasallam, siç ka ardhur në Sahihun e Imam Muslimit, tha bainama ana naim, tha pejgamberi, përderisa isha une, dhe thot duke e flajt, erdhi një njeri edhe më tha eja, dhe thot meleku i Allahut Azza wa Jall fa akhadha bi yadayhi fa antalaqtu ma'ah, më kapi për dorë dhe eca me të. Thot une isha duke ecur në të majtën e tij, edhe më tha dhe thot pash diçka në anën time dhe më tha la ta'khudh fiha, mos e prek, mos e merr atë, nga se fa ina turuq ashabu shimal, nga se kjo që po shef është rruga e njerëzve të së majtës. Thot sa i përket jawadun wadiha bayina mustaqima, thot sa i përket rrugës së vërtet, rrugës së dhuruesit të madh Allahu Azza wa Jall, ajo është në anën e kundërt të asaj që ti deshte të prekësh, pra është në anën e djathtë. Andaj Allahu Azza wa Jall është ai i cili është dhuruesi i madh. Para mendoni, ky dhuruesi i madh i jep krijesave që janë në shtatkaçi, i dhuron krijesave që janë në tokë. Pa sa është numri i krijesave? A paksohet ky dhurim i madh i Allahut Azza wa Jall nëse i jep të gjitha krijesave që nga krijimi i kësaj dunjoje? Nuk paksohet as pak. Andaj për ta kuptuar se Allahu është dhuruesi i madh, vetëm po mundohemi bukfalisht me kuptu se realisht bujaria e tij e madhe është e paskajshme, nga se na nuk kemi mundësi me e përshkruar me fjalë. Andaj të flasësh për emrat e bukur të Allahut është dhunti e madhe, por njëkohësisht është përgjegjësi e madhe. Andaj Allahu Azza wa Jall është ai i cili i furnizon krijesat mëngjes dhe mbrëmje, që ka ardhur në hadithin e vërtet. Do thot se Allahu Azza wa Jall, që ka shënuar Buhariu, që nga krijimi i qiejve dhe tokës, Allahu Azza wa Jalla nuk e ka ndal bujarin e tij. Andaj Allahu Azza wa Jalla është bujar i madh, është ai i cili i udhëzon krijesat, është ai i cili i uasqaron të vërtetën njerëzve të dijes, është ai i cili i specifikon me dhurim të madh evliat e tij prej besimtarëve, është ai i cili i udhëzon njerëzit rrugën e drejtë, i forcon, dhe është ai i cili i dhuron përfundim të mirë besimtarëve që janë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala dhe atyre që i ka përgatit Allahu Azza wa Jall. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, laysa shay'un akram ala Allah Azza wa Jall min ad-du'a. Pra Allahu Azza wa Jall nuk ka qef, apo te Allahu nuk ka diçka më e ndershme, do të se sa duaja. Para mendoni, Allahu na jep gjëra pa i kërkuar atij. Sa është dhuruesi i madh. Dhurimi i tij nuk shteron, është bujar i madh. Andaj ky bujar i madh, para mendoni, pa i kërkuar jep. E çka mbetet që na me i qu durk edhe me lut këtë bujar të madh. Gjithashtu kur e kanë përshkruar sahabit pejgamberit selam, për të treguar që ka qenë Kurani gjallë, ka qenë i ndikuar nga shpallja e Allahut Azza wa Jall, thot Enesi, kana Rasulullah alayhi salam ahsanu an-nas wa ajwadu an-nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqau Jibril. Pejgamberi selam ka qenë, thot Enesi, njeri më i mirë, bujari më i madh dhe bujarinë e tij e ka shtu alayhi salatu wassalam gjatë Ramazanit. Andaj edhe ne kemi mundësinë që të jemi bujar, ta shtojmë bujarin në këtë muaj të bekuar, pra ta shtojmë bujarin dhe të jemi bujar në këtë muaj të bujaris, në këtë muaj ku shumë fishohen shpërblimet e
Allahut Azza wa Jall. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, Allahu Azza wa Jall yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi. Nga se li'annahu al-maliku al-haq al-jawad ajwadu man su'il wa awsaw man ata. Allahu akbar. Tha Ibn Kaimi, Allahu Azza wa Jall kërkon prej robëve ti që ata ti përgjëron ati, ti luten ati, të shpresojnë prej ti, ti kërkojnë ati nga mirësitë e ti, nga se është mbreti i vërtet, është bujar i madh, është ma bujar se sa lyp dikush, është ma i gjerë se sa dhuron dikush, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo me kuptu që na duhet të lidhemi me Allahun Azza wa Jall dhe të marrëmi si sifat dhe cilësi tonë, pra bujarin të shpenzojmë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, nga sa Allahu është bujar i madh edhe e don robin e vet, do thotë që tashe duke qenë do thotë dhurues. Çka mund të përfshi në dhurim? E para është të jesh jawad bin nafsik, të jesh dhurues i madh për vetveten. Ti dhurosh veten s'ku Ramazan, të vetmosh me Allahun. Dhuroja këtë komoditet nefsit ton. Gjithashtu të bëhesh prej atyre që nëse vjen koha me qenë udhëheqës të bëhesh dhurues i madh. Pastaj duhet që të bëhesh dhurues i madh për veten, njëkohësisht ti dhurosh vetes pushim, qetësi, të dhurosh dituri, të dhurosh pasuri, të dhurosh ndërmjetësim kur ke mundësi me ndërmjetësu për vllahun ton, të dhurosh shëndet, ta mësosh dikën si ta ruaj shëndetin, të dhurosh lumturi, buzëqeshje, të bëhesh për atyre që bëhesh i dobishëm për njerëzit, nga se u pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ahsanu nas, kush është njeri më i mirë, ja Rasulullah, tha anfa'uhum lin-nas, është ai i cili thot është më i dobishëm për njerëzit. Pastaj tha me fut edhe me dhuru buzëqeshje dhe lumturi në zemrën e vllahut ton, me ia largu mërzin, me ia largu do thot lotin. Edhe dhurimi më i madh është kur njeriu bëhet bujar i madh, dhurues i madh, dhe dhuron dituri dhe dhuron buzëqeshje në mesin e muslimanëve. Andaj të bëhemi edhe ne dhurues, qysh është vazhdimisht dhe ka qenë Allahu Azza wa Jall. Pra me neve ishte emri i bukur i Allahut Azza wa Jall, El Jawad, që do thot dhuruesi i madh. Dhe takimin e ardhshëm, Zoti di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.